tërmet në PDK. A do të ndohet PDK në 3 grupe. Sipas rezultateve të fundit të KQZ-s që po dalin deri më sot, janë mbi 20.000 vota të PDK-s që janë vjedh. Do me thonë, bes një pjesë që është rinumru deri me tash, kalon 20.000. Po me bon e me rinumru krejt votat e PDK-s, dalin 100.000 vota të vjedhuna, edhe ato të vjedhuna në mes veti. Pse po tham tërmet, se dikun ka me kërsit, nuk ka qare pa dal, e me ajo mlefi që është mush mrena PDK-s, që janë 3 grupe, pa shpërthy. Bedria i pa fuqishëm që është e din krejt Kosovë, që ai nuk ka fuqi me kontrollu, ato kanë marrë si njëri që s'ka pas konflikte mas njënën pol, me grupe që janë mrena PDK-s, edhe kanë marrë deri sot që shtu të shty, hajt, po tash po del që tërmeti është afer veç ku të kërset mrena shtyne 2-3 ditëve që ka me ardhë. Pse po tham, kur pisho sa hajnia ish bon atë mrena, sa votat ju këshin vjedh njerëzve që kanë shti veç për me morë votat atyne, edhe me adhon tyne të mëdhajve, Gjavit Halitit, Enver Hoxhës, Bekim Axhiut, e djallit Samil Ushtakut, e atina tjetrit, që tyne që fitojnë gjithë si deputet. Tash, ata që janë kandidat, që janë konë listë ma poshtë atje edhe që ju kanë bjerë ka 2-3.000 vota, unë nuk besoj që a njeri nuk ka me reagu, se njeri normal reagon kur i beson një partije me hi në qatë parti, edhe që e parti ta vje votën tonë, ja qënë dikuj tjetër, është pak e ronë. Se njeri ka besu PDK-s për me hi si kandidat në PDK. Edhe me thonë tash më qu, mas 1 mujve, që janë krysh gjedhët, dalin krejt ato hajni, kjo është pak e çuditshme. Një mundet me gabu 100 vota, 200. Hajde mundesh me gabu 50 vota, 10 vota. Hajde dhe 1.000 vota, për shembull. Ama ti s'mundesh me 20.000 vota, s'mundesh me i gabu. Ato është qëllim, ato është veç hajni. Po këta për hajni nuk e kanë gale, se këta që 30 vjet mas luftës, veç hajnien e kanë pas në gjak. Tjetër sen, kur gjo nuk kanë pas këta përveç hajnijës. Veç hajni, deri sot. Edhe atyne nuk ju duket interesant kur gjo. Po në besoj që këta që janë vjedh, kandidat që ju kanë marrë votat, këta kanë me konë ata njerë që nesër ose mas nesër kanë më quë me full, me thonë vërtetën, që pse më vjedh vota mu. Po dhe në që se 3 vota i kom fitu, po që ato janë mijat. Pse 3 votat e mija më quë me edhonë Gjavit Halitit. Që ta onës nuk moj me kuptu qysh njeri nuk reagon për shembull për votat e veta. Thot ja për nemën demokracisë, nemën partijës, unë s'moj me dalë me thonë që më kanë vje votat. Del më rëthoje, qëfar do partije që t'jeshe, në vetëvendosje, në LDK, në PDK, që atin që ju kanë vje votat, del më rëthoje që ma keni vje votën, hajna, qaj që ka vjedh është hajnë, pa marrë parasysh në qëllën parti është. Pse me vjedh vota njerit? Pse keni shti me qëllim? E keni di që ne X personi mundet me t'i prum 6.000 vota, e keni shti, edhe që ato 6.000 vota nuk ja leni atina, ja vjedh një prap, aj jet me 200 vota. A në fakt aj ka prun 6.000 vota në parti. Aj ka prun 6.000 vota edhe për veti.
po ju ja vjeni, e leni pas një heq. Edhe për çdo krejt arsye, për dykëja, unë besoj që mrena 3 dite, ka më bo 13 mrena ato, edhe ka më nda në 3 grupe. Cilët janë grupet, ka me bo një video special për grupet që janë në sipërfaqe, që kërkush nuk guxon me i ful edhe me i përmend, unë nesër mas nesër ka me bo një video dhe ka me ju kallëzu me detaje cilat janë grupet mrena PDK-s, që luftojnë njëna tjetrën, edhe për të 3 grupeve e luftojnë, se cila e lufton njëna tjetrën, nuk janë 2 bashkë e një kundra, po 3 grupe, 3 e luftojnë njëna tjetrën njëjtë, barabartë. Tash cili ka me fitu, nuk e di, ama për që ka më shkatru, që ta të sigurt e di që PDK-ja, kur bëhet 3 dit dhe në 5 dit, PDK-ja ka më shkatru madhësi se LDK-ja. Se këta të PDK-s kanë më nda krejt, këta të LDK-s kanë me që ato 13%, po këta shtyhen rokën e bërtasin e anina kënina, po apet në fund rrinë bashkë ato dhe rrinë që ata 13%. Ama PDK-ja nuk rrinë bashkë. Në PDK kanë më da 3 grupet ndryshme, ose 2 partit reja, e një ka me met PDK si gjithmonë, edhe 2 partit tjera që kanë me konë në të ardhmen, në zgjedhjet kur do që të bëhen, PDK-ja ka me shku me 3 partit ndryshme me hinë zgjedhjet të ardhshme. Edhe ka me ra, s'po tham si PSD-ja, po besoj që ka me ra si Fatmelima qëto 12.000 vota, 13.000, 15.000, se njëna i merë 15.000, tjetra 12.000, tjetra i merë një 22.000 vota, krejt. Ama kur janë ato të shkepta, 3 një ka një, ato as pragin se kalojnë. Nëse i bashkan gjitën Fatmelimës, rrinë bashkë, shkojnë që atje në bazen banjës, knasën të la, lafe ma bet sharkijat me veti ato, venja është të rafsht, të bazeni banjës Malishev, ata zhverës kanë ku më knasë ato, shashtrisën, në dzet, po, me hangër me pi, po, sharkije qifteli, po, patriota, po, kong, po, tanë të mirat kanë me o knasë, të ngu, të folë, të ngu, e të knu. Se tjetër sen, nuk besoj që ka me të sen PDK-s.